Gjendemi në palestrën Boris Trajkovski në Shkup të Maqedonisë. Këtu një skuadër kosovare do të luajë për herë të parë në garat e Ligës së Kampionëve. Debutimin e bën në mënyrën më të mirë. Me këtë super gol, braziliani Feniksit Marcelo tronditi kampionët e Maqedonisë në futsal. E pas golit të parë, skuadra nga Drenasi shtroi lojën e saj duke krijuar aksione të bukura. Kjo lojë e mirë u përkrah edhe nga një numër i vogël tifozësh që kishin udhëtuar në Shkup. Pas golit të Marcelos dhe disa shtyllave të goditura, Narcis Alibegu dyfishoi përsim për Feniksin. E pas këtij momenti, skuadra e Zelezerac nuk arriti të dalë nga fusha e saj. Por nga kjo pakujdesi, Marcelo, që është lojtari më i mirë i kampionëve të Kosovës, u ndëshkua me kartonin e dytë të verdhë. Mungesën e tij Feniks do ta vuajë në ndeshjen e radhës. I dëshpëruar pas këtij ndëshkimi nuk ishte kapiteni Mentor Mejzini, i cili realizoi gol pasi më parë mashtroi kundërshtarin. Mejzini shënoi edhe një herë tjetër në pjesën e dytë për rezultatin përfundimtar Zelezerac i Maqedoni 0, Feniks nga Kosova 5. Kundërshtari s'ka pas fare shans kundër neve, vetëm po vjen gjyna pse kemi pas ma shumë raste, edhe rezultati ka mujtë me qenë ndoshta edhe dyfisht në favor tonin. Kurse kapiteni Feniks Mentor Mejzini harroi shpejt fitoren, ai po mendon për ndeshjet e radhës. Të premton besoj ma lehtë do të jetë, po nuk dorëzohemi, edhe nesër shpresoj me fitu, edhe të premton edhe me kalu prej grupi. Me lojën e kampionit të Kosovës është përshtatur edhe futbollisti qek Marcel Rodek, i cili po e falenderon skuadrën për këtë fakt. Mund ta mposhtim secilin ekip. Na duhet pak fat. Kemi një grup të mirë të lojtarëve dhe rezultatet do të vinë. Prandaj jam pjesë e këtij ekipi. Feniks është në grup me Zelezerac të Maqedonisë që e mundi 5-0, Tbilisi nga Gjeorgjia dhe skuadrën Aras të Azerbajxhanit. Pas kësaj fitore, Feniks ka shumë gjasa të kualifikohet në Elite Round, ku marrin pjesë 16 skuadrat më të mira në Evropë në futsal.